Banorët e fshatit Varosh të Ferizaj tash e disa vite thonë se kanë problem me furnizimin me energji elektrike. Sipas tyre, tensioni i ulët i rrymës po prek mbi 50 shtëpi në këtë zonë të fshatit. Atëherë shqetësimet tona lidhen me rrjetin e energjisë elektrike për shërbimet kece që i ofron në Kosovë, posaçërisht në fshatin tonë. Shqetësimet tona kanë ardhur si rezultati tensionit të ulët, i cili pamundson përdorimin e pajisjeve shtëpiake në stinën e dimrit, po ashtu edhe në stinën e verës. Ne kemi bërë shumë ankesa, kërkesa, lutje, gjithashtu edhe peticione, por ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje konkrete nga ana e Kecit, përderisa banorët e fshatit Varosh i paguajnë obligimet që kërkohen nga Keci, edhe ata janë gjithashtu të detyruar që të bëjnë shërbime sa më cilësore. Tash e disa vite është i njëjti problem ku banorët e fshatit shpesh shkojnë nëpër zyra apo edhe në mënyrë të organizuar, por nuk marrin përgjigje konkrete nga organet kompetente. Mbi 50 shtëpi janë të rrezikuara dhe nuk kanë shërbime cilësore dhe sidomos gjatë stinës së dimrit kur energjia konsumohet më shumë pajisje janë jashtë përdorimit. Arsyeja është sepse nuk ka investime të vazhdueshme, vetëm një pjesë e fshatit ka pasur investime, ndërsa pjesa për të cilën jemi duke folur ende nuk është marrë asnjë veprim. Dhe është sistemi tepër i vjetër, qysh prej kur ekziston fshati. Banorët thonë se kanë paraqitur ankesa dhe kërkesa të vazhdueshme në Kec. Kërkesat e banorëve të fshatit Varosh janë të arsyeshme dhe të drejta, pasi që të njëjtit po përballen me rrjetin e dopt të rrymës elektrike dhe me një rrjet të vjetruar pas një investim ndër vite. Në vitin 2023 kem pas një takim me zyrtarët e Kecit, në atë kohë na u pat premtu që ka u bë një investim i plot në fshatin Varosh, mirë po ai investim ka ndodhur pjesërisht vetëm në disa lagje të fshatit, kurse këto lagje të kësaj pjese të fshatit nuk është bën asnjë investim. Vazhdimisht ka kësi ankesa prej banorëve ku kanë të lashë me rrymën për shkak rrymës së dopt ju kanë djegë pajisjet shtëpiake. Sipas banorëve, investimi i fundit këtu është bërë në vitin 1961. Që ky rrjet që është që aty që ofnu ma vonë, aja është për gjallë të nishës. Rrjeti është i qatyne, i dopt maskishti në Varosh që është që këtë vend. Ekipi Kallzo.com ka kontaktuar Kecin për ankesat e banorëve. Keci ka sqaruar se problemet me furnizimin vazhdojnë për shkak të rrjetit të vjetër dhe konsumit të lartë. Kec në çdo periudhë kohore vjetore i mbledh të gjitha ankesat të cilat më pas i shqyrton, i analizon dhe i dorëzon për propozim investiv tek zyra e rregullatorit për energji. Kec për secilën pikë në territorin e Kosovës i mbledh të dhënat për furnizim të dobët apo edhe për rrjet të dobët dhe këto të dhëna po ashtu dërgohen tek zyra e rregullatorit për energji, ku shqyrtohen sipas kriterieve të përcaktuara për investime kapitale. Arsyeja pse ky problem është ende ekzistent vjen edhe si pasojë e rrjetit të vjetër, të cilin e kemi trashëguar, si dhe e konsumit të lartë të energjisë elektrike. Planet investive të dorëzuara nga operatori i sistemit të shpërndarjes drejt zërejës kërkojnë kohën e tyre për shqyrtim dhe miratim. Nisur nga këto premisa, deri më sot Kec ka investuar më shumë se 272 milion euro në rrjetin e shpërndarjes, duke përmirësuar dukshëm furnizimin me energji elektrike në shumë pika, edhe pse rrjeti i trashëguar ka qenë shumë i vjetër. Në momentin e parë kur krijon kushtet për investim, duke pasur parasysh kushtet e lartcekura, Kec do të fillojë investimet për një rrjet stabil dhe të qëndrueshëm në kohën sa më të shpejtë të mundshme në këtë pjesë.